Erdhi një moment diçka enkas në jetën tënde, ishte diçka që thjesht bëri klik, erdhi momenti më në fund të gjithë këtyre viteve kur tha, le të themi, u bë mjaft dhe dua që njerëzit të ndëgjojnë se çfarë kam të them. Me 10 prill kam mbush 44 vjet. Kështu që ideja ka qenë për ditëlindjen time ta marr ta bëj një përmbledhje dhe ideja e librit nuk është që unë t'i ndryshoj njerëzit, por ideja e librit është që njerëzit ta marrin, ta lexojnë dhe ndoshta dikush do ta gjejnë veten aty. Këto janë përvojat mia personale, përvojat të cilët gjatë rrugtimit tim si profesional, si në jetën e përditshme, këtu janë thënjet, preferoj të flas gegnisht, mos ma zini për të madhe. Unë jam shumë pro dialekteve. Kështu që është një përmbledhje thanjeve autentike, shumica e thanjeve janë inspiruese, frymëzuese, edhe kam dashur që nëpërmjet shembujve të mi, ata që kam kaluar unë, t'i marr, t'i shkruaj dhe njerëzit t'i lexojnë, jo t'i ndryshoj njerëzit, sepse në jetë është me rëndësi jo dikush na u sjell neve një shërbim ose t'na jep në dorë një peshk, po është mirë që ne të mësojmë se si ne ta zëm peshkun.